rritë këtu Partia Socialiste, mos më duket tajmi mirë. Më të ndjeshme ku ne jemi personazh të situatës. Media. Një nga kjo çështje, në përgjithësinë Rama është përplasur deri edhe me reporterët pa kufi dhe u ka bërë thirrje dje sot atyre, që të është gati të komunikoj dhe të debatoj me ta. Është liria e medjeve. Rama thot që më shumë hapësirë media merr opozita. Dalin edhe marrin edhe Saliun ashtu të gjitha, dhe i thot ato gjërat, katër gjërat i thot ai të gjitha, se dhe ai ashtu ditë të veproje, kupton? Zgjidhje ndryshe dhe ndërkohë ju jeni të fituarit këtu. Ju po duket një manipulim juaj që thoni me këtë, që del Saliu aty 10 herë ditën edhe ka që mbënë që media tani është kush e kontrollon median sot për shembull? Ja le të flasin analistë që flasin shpesh në studion time. Median e kontrolloni ju, zoti Klos, pjesën ndërmuese të saj. Zoti Rakibi, jam në një emision që ka filluar në orën 8:45. Është ora 23, 2 orë 15 minuta, kanë folur unë 20 minuta pro qeverisë, 2 orë tjera kanë qenë gjitha kundra. Ku kontrollohet media juaj? Në qa momenti ishe kontrolli? Po të ne nuk kaq është. Po kaq po flas për të. Në çfarë emisioni prime time kemi emisionet kontrolluar. Ja le ta thot Bushati cilat emisione që me që ti nuk i ke parë. Vetëm ti ke ardhur një 3 herë, se nga PS nuk vinë këtu. Na sekundi. Kjo është një mënyrë. Po jo, tjetra. Bushat, i thua ti tani se nuk e ditë ka Klosi që median e kontrollon që. Jo, ja ku jemi në emision. Ja, ta thot. 2 orë çerekor. Ore në emision, në këtë emision dakord, nuk pa kundërshtoj këtë drejt ti. Ne jemi 2 orë çerek. Tani Sandri investitor strategjik, Vjollca investitore strategjike, Dolaku strategjik. 3 televizione kombëtare ka Shqipëria. 3 emra që ju përmendën nuk kanë emision. Si mund si strategjik? 3 emra që ju përmendën nuk kanë emision. Tani, se kush i ka televizionet, i ka Rama televizionet apo jo, mjafton vetëm kjo që unë thash që të mbyllet. Gazetares, ku është i kontrolluar në këto 3 televizionet? Kush emision? Juve ju ndjeni që është emision pro-qeveritar? Ja, doj shembull tjetër. Doj shembull tjetër. U arrestuan drejtorët e PSD-s, as një lajm në lajme, as një emision dark. Kjo emision që bërë për PSD-n. Ditën që janë arrestuar ata drejtorët e PSD-s, e që akoma Velia i bashki, e mban mend. Tani, mos synë... As një, jo, me që do shumë, po emisionet dhe lajmet pra, ja po ta thash. Emisionet dhe kush është emisioni që është pro-qeveritar më? Po nuk ka një emision, unë nuk di, kam 30 vite që merrem me këto parti, nuk di një emision që tjetë pro-qeveritar. Nuk di një emision që të shkosh të kesh analistë që janë pro-qeverisë. Kush është Fevziu, Grida, apo ajo goca e vizionit, kush është me Ramën? Unë të them, të cilin nga këto emisione, ti e mban mend investigimin e fundit për një aferë qeverisë. Mund të ketë 12 vjetë. Në shumë emisione ka të gjuar... Ja, pra si janë dhe emisionet. Me që s'do pra padronët meru me qirakët. Me që s'do pra padronët meru me qirakët. Po ja u them, emisionet pa emrat përveçëm, në të 3 emisionet që përmendëm, ka shpesh, në mënyrë shumë të tepër, le temi kritikuse, analizuse, debatuse, se sa emisione pro. Më thoni, kush ka çeduar nga këto emisione, ka bërë një emision, le temi të para përgatitur për mazhorancën. Një emision nuk e, unë nuk kam një studio, kam 30 vjetë, nuk besoj se ka njëri... Ti thua buri, mo? Nuk ka... Ore, ti thua buri. Nuk ka një emision, kam 30 vjetë që e bëj këto detyrë, që t'jem kem shkuar dhe t'gjeje me njerëz që flasin mirë për Edi Ramën edhe unë të flasë më pak të përpiqem që janë gjithë kundërshtar, të gjithë realiteti i tryezave është anti dhe mirë e bënë. Demokrati ymë këtu këtë drejtirë. Një sekundë. Demokrati ymë. Jo, mirë e bënë. Shumë mirë e bënë, unë s'po them, detyrën bënë. Edi Rama merë kënaqësi ta shash. Edi Rama ka problem kur i nxjerr korrupsionin. E mbani mend Top Channelin, Kot Saliut, kryeministri që nxirrte videon e Metës, nxirrte investitorin pakistanez për argit. Kjo është dukur.
Kjo është dukur dhe prandaj kanë marrë titullin investitor strategjik se kanë mbyllur gojën për skandalet e Edi Ramës. Kjo është që ka mediat e Edi Rama. Investorët strategjik e marrin të gjitha ata biznesmen, të cilët investojnë mbi 50 milionë euro për projektet cilat kanë benefite në fushat caktuara në ekonominë shqiptare. Unë nuk e dija e ke në të gjitha raportet, dhe të reporterët pa kufi, pronar që censurojnë gazetarët sepse marrin para publike dhe licenca nga qeveria. Por fakti është që, po ja u them prap, nuk ka një emision që tjetë pro-qeveritar. Nuk ka një më dhe, se nuk është një problem. Nuk nëzirë skandalin qeveritar, më ka i duhet. Po mbyllë e gojën për vjedhjet, jeme qeverin. Shko në TVSH, ku TVSH-ja është televizion, le themi, publik, me pagesat e qytetarë. Dhe aty emision është po kaq kritik sa këtu. Ja ku është preqë, shko në TVSH, bam, 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 bam. Nuk ke një njëri që ta kesh në kratë. Ore, qa bam, bam, bam. Ja nuk e ke preqën këtu konkretisht. Më thuj TVSH-n, Top Channel-in, Klanin, të kenë bërë, janë shdu 400 milion për inceneratorët, të kenë bërë një tregim historie nga fillimin fund. Kam bërë emisionin investigative dhe debatë në studio. Zero. Në të kundër, kur bëri Zoti Ylli që i denëncoj inceneratorët, dhe Klani dhe Topi thanë sa janë pastruar qytetet tona nga një orë dokumentar. Debatet që janë bërë kanë qenë gjitha për çdo çështje. Është vështirë të sot në kushtet që ne të gjithë jetojmë, të ketë një çështje e cila mburohet nga media. Inshallah nuk i keni dhe zgjedhjet kaq lira sa keni bërë mediat. Unë shikoj që në gjitha studiot, gjenë pak njerëz në fakt që kanë një lloj pasioni me fol pro qeverisë. Nuk është bërë si trend këtu. Shof kudo. Janë më shumë pronarë për që Bushati ka mgull të ideja që... Ideja është që analistët edhe një pjesë e gazetarë nuk janë gazetarë investigativ. Mediat kanë vetë, kanë seksione investigimi është tjetër, investigim këtu për korupcionin, për bënë spaku, kanë bërë dhe mediat. Ajo është një qështë... S'kanë bërë? Ka, për shumë Birni bën investigime... Më televizionet kombëtare themun që janë licenca publike që varen nga këta. Kanë, sepse nuk është kriticizm, nuk lidhet edhe me investigimin, lidhet edhe me një ngjarje që ekspozon spaku që qëndrimi rëdëmbajnë, se këtu ka dhe njerëz që sulmojnë spaku. I ka heshtur. Nuk ka njerëz, analistë, kanë sulmuar institucionin që ka hap, dhe më thënë, investimin e të hetimin sferat e larta, për arsye të ndryshme. Po preç mediat janë pavarura si ka Rama, Top Channel dhe Klan se po i bie nga Kina.